Frika e Zotit është fillimi I dijes, por njerëzit e pamend përçmojnë diturinë dhe arsimin. Gëgjo o birim mësimet e Atit tënd dhe mos I lër pas dore ligjet e nënës tënde, sepse janë një nur që zbukuron kokën tënde dhe një stoli me qafën tënde. Biri im, në qoftë se mëkatarët duan të të mashtrojnë, mos prano, në qoftë se thonë, eja me ne. Kemi ngritur një prit për të derdhur gjak, I ngritëm gracka të pafajmit, pa ndonjë shkak. Leti ka përdim të gjallë, ashtu si gropa e thellë, tërësisht si ata që zbresin në ne do të gjejmë loj pasurisht çmuara, do t'i mbushim shtëpit tona me do ta hedhësh në short pjesën tënde me ne, dhe të gjithë ne do t'kemi një qeset vetme. Mos shako me ta në po atë rrugë, ndale hopin nga shtegu I tyre, sepse këmbët e tyre turën drejt skeqës, dhe ata nxitojnë të derdhin gjak, sepse më kot shtrihet rjeti për para syve. Të çdo shpendi me krah, por këta kur disin prita kundër gjakut të vet, dhe ngren kurthe kundër vetjetës së tyre. Tilla janë rrugët të çdo njeriu, të etur për pasuri. Ajo ja e qjetën atyre që e kanë.
Dituria vërtet në për rrugë, zëri i saj dëgjohet në përsheshe. Ajo thret në vendet ku ka turma dhe ligjeron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur o të marë, do të doni marrëzin, dhe për qeshsi do të kënaqen në përqeshjet e tyre, dhe të marë do të urrejnë dijen. E jani në vetën nga qortimi, ja unë do të derdh mbi u frymën time, dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia, sepse unë thira dhe ju nuk keni dashur. Shtriva dorën time dhe askush prej jush nuk i kushtoj vëmendje, por kundrazi hodhet poshtë të gjitha këshillat e mia, dhe nuk pranuat ndërqen time. Edhe unë do të qesh me fatkeqësinë tuaj, do të kënaqem kur të vijë ajo që ju druani, kur ajo që druani të vijë si një furtunë, dhe fatkeqësia juaj të vijë si një stuhi kur t'ju mbuloj fatkeqësia dhe anksi. Atëherë ata do të më thrasin mua, por unë nuk do të përgjigjem. Do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më gjen. Sepse kanë urdhërdien dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit, nuk kanë dashur të pranojnë këshillën time, dhe kanë përbuzur të gjitha qortimet e mia. Prandaj do t'han nga frytet e udhës së tyre, dhe do të ngopen nga këshillat e tyre dashakeqe.
sepse shmangja e të marrëve do t'i vras ata, dhe pa kujdesia e të marrëve do t'i shkatroj ata. Por ai që më dëgjon mua do të banoj në siguri dhe do të pushoj qet, pa pasur frik nga e keqja.